Nëse konsumoni bukë misri çdo ditë, do befasoheni me atë që i ndodh trupi. Misri shërben për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ulëndjeshëm nivelin e yndyrnave. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë në trupin e njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte të misrit si dhe ushqime të ulta në yndyrë, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme. Ai ofron burime të energjisë sepse përmban vitaminën B, të domosdoshme për trurin dhe shëndetin e njeriut. Në vendin tonë, një rajon i përdorimit të gjerit të misrit ka zënë edhe buka e misrit dhe gjithashtu është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Misri, qoftë në formën e papërpunuar ose në formën e bukës, do t'jap shumë vlera nëse konsumohet brenda normës. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim